Nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Pa Rrotlla që si zakonisht transmetohet përmes valëve të radio televizionit të Kosovës çdo të martë ora 23:15 dhe me ritransmetim çdo të hejte ora 12:00. Me qenë se jemi në muajin mars, me qenë se bombardimet e NATO-s kanë filluar pikërisht me datën 24 mars, beteja e Prekazit është zhvilluar në mars. Unë sante kam ftu një musafir të veçantë nga rrafshi i Dugaxhinit, një luftëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, një njeri i cili ka qenë i burgosur politik, pjesëtar i ilegales të Kosovës, por me një njeri që më lidh një diçka shumë e veçantë. Është njeriu me cilin mbas 18 vite për herë të parë e kam kalu kufirin shqiptar dhe kam hyrë në territorin e Kosovës, pra me Nasim Haradinin. Nasim, mirë se ke ardhur. Mirë se kam qetë. Për relaks kështu të teleshikuesve, më mirë do të lusja që me spjegu ti kur të kam thonë që ose plagosem para se me hy, a ma e besën që më vret, që shka qenë situata? Ajo ko një amanet i vogël, që ty me gjithë qefë ta kisha kry milem, se s'kisha pas qefë të patu e mundu. Unë e di që ti e koni burgosën, dhe gjithë ata që kanë qenë burgosën i din torturat serbe, fatkesisht i mësun edhe ata që një kohë nuk dojshin me i dit, vjen keq, po i mësun, sepse i përvun. Po, ajo ko një diçka që një farë mënyrë ma të përkon ndim dhe shpetim më smëran torturat tyne, sepse atë në konë njerës barbar, njerës që e kanë dëshmu, që ditë bebo ato që ka njerëzimi sot veç i ka harru bota civilizume. Para se të hymë të beteja koshare, sepse pikrisht për kosharen të kam thirë sante me bisedu edhe për shumë gjona tjera, më trego momenti, ju keni hynë në Kosovë, më son kam informacion kur është bon beteja me 21-22 janar 88 në Prekaz, është sakt kjo? Po, kjo është sakt. Si ushtarak i veshun, kam i me 21 janar, atë natë që sulmu familje Rashajës, bashku me tani dëshmor, Muj Krasnishin, Kapuqin, Mergimin, Ilir Konushevcin, Gjabir Zharkun, Recep Selimin, Lej Ibrahimin, e një grup tjerë me Qerim Kelmendin dhe një djallë të Vranocit që ka jasnak nëse dikon tjetër. Po kemi qenë një grup e vogël, ka qenë bore madhe, po ajo konë rasti parë, ndërsa sa i përket lëvizjes temen kuptimin e angazhimit, se ushtrak është që 96-ën në zbashku me i angazhu nga Jashar Salihu, atër Edi ishte në Shqipëri në atë kohë, Gjavit Haliti, shto që janë e një vetën që e hëjmë konë, ka vlollë kontributin tam, sa do të vogël e po modest që kam. Edhe gjithmonë keni qenë në koordinim po ashtu edhe me Ramushin, Ramush Haradinin? Po, me Ramushin kam qenë koordinim, se me Ramushin jemi njerëz familjar, nërsa sa e përket vërmëtarisht Ramushin, ne me Ramushin e kemi zbashku qenë nga 90-91, kur Ramushin ka qenë në Suedi dhe atër Ramush është majri, se unë ka qenë me mosh, mirë po Ramushi që atër është e angazhun, ku pas të e kam dërgu në Zvicër dhe është angazhu atje në radhë televizës, sepse atër është televizja që nisi këtë kuptime që njësitit para ushtarake do thot për mu përgadit, për këtu ku jemi sot, që dinë ati. Thuhet për Luanin, i cili është vra në tentimin e Femilla Druvcit, të Gjeves, të Ramushit, ti ke posë rastin me nej me Luanin me kalu kufin, thuhet që ka qenë njeri shumë i veçantë. Luani ka qenë njeri shumë i veçantë, sepse ka dalu për gjithë djemve tjerë, sidomos ne Haradina, se ka qenë një njeri për i natyres shumë i qetë, shumë i rrep, në kuptim, sot ka befasu me qëndrimin dhe vendimet e ti të rrepta në rast nevoje, ndërsa nga natyra ka qenë person i qetë, person i dashur dhe shumë i afërt. Ka rënë ndonjëherë me bisedu për mënyrën se si është vrarë, se si do me thonë Ramushi ka tërheq 4-5 orë trupin e ti të vdekur në mbi kurrez. Mujo që më ka me bisedu, po me lejmë në ku ka ndodhë rasti i vrasjes së Luanit, mund kanë raportuar nga Shqipëria se Ramushi nuk është ka donë më këthy dhe është plagos dhe Ramushi, se aty përpos që vrar Luani është plagos dhe Ramushi. Edhe Femilla Druvci. Dhe Femilla edhe Rafet Rabuna, mirë po mu, thash mu më lajmëruan për Ramushin, sidomos familja ti janë dhe më lajmëruan dhe më lajmëruan shokët prej Tirane, ka qenë mu më ka lajmëruan atërë Magjupi, Shabamu, ja, sepse atër ishte, lajmëroj, dhe une kam qenë në Suedi në Budën, të edin, dhe vetëm prej Suedi marë në Kopenhag, gati i ka 2000 kilometra.
Dhe Ramushi nuk do ke më kthy dhe në nxerra biletën, fola me familjen e bilelajmin e parë për vdekjen e Lanit familjes Batsimil, ja kam dhënë unë. Më vërtetu që është ashtu, sepse u qunë shumë fjalë, jo, kështu janë protesta, janë nej. Dhe kur kam rrinë në Kopenhag, atër më ka thonë Ramushi që po kthehena, sepse unë dashur të më shku atje me marr Ramushin ose me Is bashku, me të desha me lënë vetëm. Kështu që kur vra Leoni, unë kam shumë ngjarje në kuptim masi është vrah, po jo grupi kur nis se nuk kam pas dije për ato, sepse unë jam kon angazhuar në Suedi dhe ato janë kon pak a shumë edhe sekretet e grupeve kur nis për birujt sa do kudo rasti siç ndodhi. Ke qenë njëri shumë i afërt me Ramiz Alin. Po. Unë personalisht e kam takuar njëri, kam bërë intervistë. A ka qenë me miratimin e Ramiz Alis grupet e para kur kanë shku me ushtru në Shqipëri, në kohën kur ai ishte president? Kjo është ajo që mu mundon më shumë të për njerëzve. Ramiz Alia ka pjesë të veta dhe njerëz dhe të rasin veçantë për secilën pjesë që ai ka takon e epokës që takon. Por unë frigona shumë dhe kuptim se kjo do të shkoj keq derisa ne s'marrim guxim të folim të drejtën. Aty ku ne njohim grupin Ramiz Alin, Spari, e njohim si grupi ka qenë grupi i pajtimit Gjaçev, grupi i rinis që ka marrë iniciativën me shku me bisedu me ta. Dhe sot shok që në qeveri, nuk di se shka i brëngosta me pranu. Ramiz Alia, ju vjen marrë? ka qka u vjen marrë, nuk është marrë, s'është për marrë, nuk kanë kriju turp, dhe t'u vjen këtyne marrë. Nështë këta kanë punu për Ramizin e ta që vjen marrë, ha? Niko, ata që kanë dërgjegjet smut, dhe ata që s'kanë dërgjegjet pas, ata zgucojmë për me në rastet. Unë në di krenari që kanë bos për mua disarin është krenarit një president Shqipërisë pa kur sukut mos ta kenë emrin si do koto. Një president Shqipërisë që e kem dashur për atë Shqipëri dhe që do të dojnë. Dhe këta që janë sot liderë edhe tanë duhet me ditë që i don dikush për Kosovën, jo për ta personalisht. Kush do qoftë. Këta duhet me pas gjithë qartë. E dyta, Ramiz Alia, me gjithë ato këqija që këta po ja dikan. E ka një të mirë, ose ka shumë të mira. Po një që është e vetmja dhe që s'ka pas guxim kërkush në kohë me u. Është aprovimi Ramiz Alis i grupeve kosovare për ushtrim luftë ushtarak dhe përgatitje ushtarake për luftën e Kosovës. Këta s'mund t'ja mohon kërkush, ndërsa këta ja mohojnë vetëm ata që kanë ndërgjegje të turpshme ose s'guxojnë me përmend, e din ata pse s'guxojnë me përmend. Ose që kanë qenë kundër këtyre grupeve? Kanë mujt me qenë, po derisa nuk guxojnë me përmend këtë fakt, unë mendoj që kanë diçka. E din ata, është të mirë aty në ta sqarojnë pse. Por mos mendojnë që mundën me mohojmë sheft, se në fundet kjo ka ndodhur. E ke vrejt tash lufta që po bëhet lufta publike, mediale, edhe brenda parlamentit, për shembull kundër Kadri Veselit, Shikut, po ti merresh edhe ti verifikosh ti futesh në një rentgen, këta njerëz janë krejt njerëz që kanë punu për Shikun. Po unë nuk di për të flasur të folin për Shikun edhe për Kadri Veselin, për ta që i kanë përmend, këta spoj duhet ta pranojnë që kanë shok. Unë me burri e thom sot që kam shok Kadri Veselin, kam shok Gjavit Halitin, kam shok Azem Sylen, kuptim shok unë jam moshë e re me Azemin të Poqes, që kuha burgosjet, pastaj lëvizjet tona ne na kanë bërë edhe kolegë, përpos mosha ndryshme ne jemi kolegë, ti din, ne jemi kolegë me shumë mosha më të vjetra, sepse unë ti në atë kohë kur ne jemi burgos, ne jemi moshë 17 vjeçare. Dhe deshëm e s'deshëm, në dhunshëm, jemi bërë shok. Përpos ideale që na kanë lidhë edhe vujtjet e përbashkëta dhe qëllimet e përbashkëta, që kanë shpresuar që do të jetë gjithmonë përbashkëta, edhe pse në faqe nuk po del ashtu. Çfarë roli ke pas në kodër të shtabit të UÇK-s, para se të kalojmë në Koshare? Sepse shumë u spekullu rreth Koshares, shumë janë bërë devijime, mashtrime, dezinformata. E ki ti këtë mendim? E din pse? Unë edhe kështu. Deri sot gjithmonë për Kosharën ose për një diçka, flet njeriu që nuk ka kompetencë, nuk din asgjë, ose që rastisht ka qelluar aty dhe botën e sheh vetëm për prizmës që ai ka pasur, se din as nisjen, as qëllimin, as fundin, po që ka arsi ushtar dhe flasin njerëz pa kompetencë për Kosharën, Kosharja gjithmonë ka medalë zbet. Sa do që ata po mendojnë që është fol për Kosharën shumë. Thjesht thon, ti që ke qenë në Kosharë, ti shikon aktiv, ti që shikon kamera vetëm me lejuar me shku atje ku ti ke shku, ku asnjë s'kam rrinë me shku. Dhe ato filmime tjera që ata më tregojnë janë filmimet që gjet ti unë ata vëna. Janë filmimet që kanë bërë grupacione me kaduqësh po luftojnë dhe kanë shpraz fyshek nar, pa gjujt në armikun. Kanë luajtur role, bile dyshoj ka që edhe si kanë kryer as në atë kohë. Mirë po i një personat. Atë kanë thirrë në herë ty për ndonjë filmim origjinal që ti ke bërë. Atë kanë thirrë në herë në një tubim të Kosharës që bë. Unë 3 herë shtash në fund që kam shku me zart. E man akademinë për Kosharën ku bën para në herë në Prishtinë. E ki parë rolet e njerëzve që në cek.
Më kanë kalu shkarazi, thëmë, emnin si ma ka përmend ata historianë që folin për Kosharen, emnin jam sa përmend dhe meritojnë mushkat e Shqipërisë aq kontribut kanë bërë. Qëllimin e din ata. Dërgjegjen e vranë kanë ata. Kosharen nuk mundi përvetson kërkush dhe nuk përfiton kërkush edhe nëse ka atë mundësi me përvetsu, sepse del Kosharja vogël. Nëse del Kosharja jemi, joti, ati, Kosharja shumë e vogël atë. Kosharja takon djemve që kanë vdek, Kosharja takon djemve që janë plagos, Kosharja takon djemve që kanë konë bashkëluftar tyne, dhe Kosharja takon të gjithë ati brezi që sot ekzistojnë ata. Dhe unë kështu mendoj që Kosharja madhe. Me të gjitha këtert, me kuzhinierin, dhe po thëmë edhe njerë, pa mundu me vulgarizu, dhe në kontributin e vetë kafshve të angazhuar në luft, që kemë pas që kanë bajt municionin në shpindën e tyne, herë pa ngron, i herë 4 ditë, 4 ditë në këtat lone edhe atje ku jenë vradhe në për rekushetet prima. Qysh është bon piknisja Kosharës? Çfarë informacioni ti jep, për shembull, kur u bë thyrja Kosharës? Po unë duhet me thy këtë rregull edhe pse unë Rostem Berisha, po i pari e ka thyr Rostemi, sepse ne e kem pavendosur nëse bisedojmë me Kosharën masi u vra Agimi dhe Salih Çeki, sepse vetëm këta kanë mujtë për fol. Agimi, Salihi, Rostemi dhe unë, sepse ne jemi ata të cilët kemë vendosur me bukit pikë, secili me sakrificën e vet të rrezikuar nga shokët e vet. Unë ku kam thonë që do të bashkëpunoj, ku mu ka dorëzu, ku mu kanë lajmëru, Agim Ramadani dhe Rostem Berisha, si janë të interesuar mu lidh me luftën, pas ikjes që u bën një kohë e kalshu unikën, dhe pas dezertimeve që u bën në Dugagjen. Këta djem patën e pava, patën qefin mu kthy në luftë, nuk ishte që ishin dalë be qef. Sa do që në arsyetu me ikjet e popullatës ashtu, po dihet komandanti i unikut ka qenë Aziz Huseni dhe Aziz Huseni ku ka dhënë unë, këta e ndalë 30, 40 përpara. Mi po qëllimi i tyre ishte lufta. Nuk dashte më marrë më politik, mu ka drejtuar të dytë. Nasim ka mundësi me na lidh me shtabin e përgjithshëm se ne jemi të interesuar me luftu. Unë kam lajmëruar shtabin e përgjithshëm, kam lajmëruar Azem Sylen, kam lajmëruar Xhavid Halitin, e kanë lajmëruar këta Kadri Veselin dhe është lajmëruar njëri kyç që në atë kohë të them drejtën, edhe sot më duket që i hin hak General Kudus Ilame. Që po them edhe një herë, pa mbështetjen e tij, ne nuk do të ishim këta që ishim. Kurrë do të më thonë ne që pak këta si bo lufta. Lufta do të ishte bëh, po them, do ta kishim pas shumë më vështirë ose s'do ta kishim një Koshar të realizuar këtë lloj çeke. Sepse me Kudus Ilamen na ka lidh shtabi i përgjithshëm Skënder Çekun. Hyse Dreshën quajtën Besnikun dhe kam qenë unë, që e kemi vizituar Shqipërinë nga Tremezja, të Tropues, deri në Shishtavest të Maqedonisë, mu përcaktu qysh të 88-ën, mu përcaktu vendet, pikat e sulmit, ose vendet e ushtrimeve që do t'i ushtrojnë ushtarët e UÇK-s për mu përgatit për hyrjen në front. Ku kam lajmëruar mas pari Kosharën që dojnë ta mu përgatit, ta them sinqerisht shumë kanë hezituar. Bile më kanë thonë je ka merr një bar tron sa më kaluan krahun e tradhtarëve. A din si do të bëhet, çka bën nëse ti? Atë përgjithësi e komaron. Të njoft, të beson fjalët e Agim Ramadanit, të beson fjalët e Rostem Berishës dhe të beson miratimin e Salih Çekut. Mos më kanë interesuar njerëz të tjerë. Garant që këta shok që ka thojnë mu del, jem konë unë të shtabi përgjithshëm të këta. Dhe fatmirësisht kështu ka dalë. Ne po lojnë atë mas luftë tani u bën tjera dhe duket e din, nuk e di din të ekon, po e din, po takon përsëri në Rostemin e Kampalan ku të spjegohet Kosharja me dalë çdo të bashku me Kosharën me spjegu. Jo me matrapaz Kosharja që në fundin nuk e din as kur Kosharja. E din rastin e vrasjes së Salih Çekut. E kemi martajen që e ka tërhek, po dallon tërhekja e martajt, dallon tërhekja e Salih Çekut me tërhekjen e Dugagjinit Shefqet Mustafës. Pse dallon? Sepse Salih Çekun me tërhekje kanë përdorur martajen në gjendje të pit. U vras. Asnjë s'kan guxuar më shku mi marr. E kanë ditë vendin fort mirë. S'kan guxuar më shku mi marr. E kanë përdorur ata. Shumë mirë që e ka ditë edhe ka mujt martaja, edhe ka qenë një derdjet më të zot. Që vdish rruga, o pa bukë në gojë vdish. Mirë po, a e ka ditë edhe për Shefqet Mustafën. Nuk e kanë tërhek. Pse? Pse s'ka pas kush. Martaja o lodh, jo që s'ka dashur të lodh. Dhe pas 2 javë të rreshet Shefqet Mustafa, mirë po Shefqet Mustafa, ku tërhek martaja ka qenë i burgosën. E kom burgosën në një mënyrë nga dhe roja kanë qenë i Sofia Asisi e Fatmiri Asisi. Pse ka qenë i burgosën?
ka qenë i burgosun me kusht nëse më dalë asnjëherë me pi alkool. E ka pranuar atë lloj. Dhe i kam thonë vetëm me këtë kusht. Vetëm ku ti je pa ndikim të alkoolit, kemi më shku me të rek shefqit. Dhe rrash 8 ditë ka qenë i mbyllur, i kontrollun, mos me pi alkool. Edhe s'ka pi alkool. Dhe shefqet Mustafa atë rek. Pastaj rastet që i përmendën anë kënaj, njerëz kanë ditë me çu të agim Ramadani ku vra njerëz fillim familjen e saj. Njerëz kanë ditë me çu ku vra Saliçeku. Është vërtet që generali Kudusilame, para se të mirret kazerma, fillimisht të ka dërgu ty edhe disa 3-4 luftetarë tjerë me bon si të thush një provokim të ushtarëve Jugoslav? Po. Jo, generali Nena ka qenë qershor të 88-s ne kemi sulmu gazermen. Për herë të parë. Për herë të parë. Po. Dhe sulmun nga Besnik Dresha. O sulmun nga Besnik, një grup janë ishim kone, po Besnik Dresha. Pastaj ka qenë ky që është dëshmor sot në Rogov, që vranipi i Malis. Daud Zagraxha. Dhe sulmu me top dhe predha, ku kem hi pastaj ne kem gjetë sulmun e 3 predha i ka pas do. Po në atë kohë fatkesisht ne nuk kemi pas probleme ku kem sulmu. Kem pas probleme edhe për ushtrisë shqiptare që s'dinin kush jem. Kem pas probleme edhe pe piksin papaj në atë kohë ku ishin Rostem Berisha, Fuat Ramiqje, Dreshe i Biri aty ku kanë qenë përpara. Pastaj ku hinë në luftë dhe u tërheken grupa, është aty rasti i parë ku kem marrë iniciativë për me mbind që jemi bashk dhe mu bashku forcat ku jem dalë me prit grupin që të rejtë Gadugagjini. Tahiri me kretat ato komplet, jem dalë me prit si ushtar me të plagosën. Po pastaj ata nuk erdhen, ranë të huni ma gjumë prit, u vranë edhe 3, nga qafa Gosanit pastaj në Zhnjerga, u qu fjalla që edhe Ramush Radin e ka lëshu luftën. Po ku 3 ditë e pahat që nuk ka ardhë, dhe s'ma mërke menë që Ramush nëse lëshon, nuk lëshon më shku rrotët, po bjetë që dojë trup, o delo vritet. Dhe ku e marrë dhe kom thirë Ramushin, tha jo, unë jam aty ku o vendi. Pa thonë asë një fjallë për kërkon. Ndimoni uni të ikure, ndimoni të plagosën. Dhe këta kemo. Pastaj, babushi ku e pas që këta shok, dhe e binda që këta shok nuk, Salihi, Agimi, dhe Rustemi, nuk e kanë fjallë, po kanë me të vërtet me punu, atër më kanë thonë lejen Azem Sylla, si ministri i mbrojtësish, më kanë thonë lejen me edhonë armatimin për këta, sepse ta kanë pas 32 pushkë, s'kanë pas mu. Pastaj gjithë armatimi, gjithë arsenali që ke përgatit me hi në ngusht, në Glozhan, në Rogov, kënej, dhe që pastaj u bo ofenziva ma dhe smujti mi, që e zbrapë se mrapa me shtru, të gjithë këtë armatim ja ku dërzu këtyna dhe edhe kemi fillu bashkë organizimin. Pastaj, për mu bindë dhe që pranojnë una, sepse këta thanë do të pranojnë una të shtabit përgjëshëm, kam thirë Bacin Jakub, atër Jakub Krasnishin, Azem Sylla, Kudusilame ishte arë 2-3 herë ma përpara kështë bisedu me ta, dhe Plaku Gjiladin Gashi. Dhe aty jemi marrë vesh që pika Kosharës do të veprojnë kuadër të shtabit të përgjithshëm dhe nën komandën e zonës operative të Dugagjinit. Që do të takojë, brigada do të takojë zonës operative të Dugagjinit me komandant Ramush Radinin, por normal që ku gjitha zona nën kuadër të shtabit të përgjithshëm. Është vërtet, e kam lexu edhe librin e Gregor Jurišević Mjekut të Australisë me origjinë nga Slovenia. Po ta lexosh me vëmendje atë libër, flet për një heroizëm të jashtëzakonshëm të ushtarëve, por sa i përket pjesës të komandantëve edhe në Koshar, edhe tek aksioni Shigjeta, që edhe aty në bënë 1 milion rana spekulime. Kemë qenë vetë, a kemë vizitu? Po. Kujtojnë intervistën ku ke marrë komandant Fatmirin. Une, në që se dënë ti me full, mus më takon njëherë, sepse ju kam premtu të leshikuzë dhe njerëze në momentin që jam i gatshëm me thotë vërtetën 100%, i qes filmat edhe flasë. Unë jam i gatshëm. Oke, në që si i gatshëm... Kur të nevoja. Po, a mendon që ka të drejt Gregori kur thotë që shumica, pjesa dërmuese e komandantëve thotë që folin sot për luftë ato, në fakt i kanë lënë ushtarët e vrame, i kanë lënë në front vetën. Po ai ka qenë aty, ai ka po, i ki po edhe ti bilajm. Dhe thash edhe një herë, ata që të folë sot për Kosharën janë pikërisht ata, dhe ai ka po vetë. Dhe kush ja dha atë kompetencë me folë. Nuk i them kërkuj mos me folë për pjesën e vetë që do. Le ta folë pjesën e vetë ashtu që ka po ai, unë jam dakord.
sepse as ne s'ke mujtë me pa çdo pjesë dhe çdo vend. Mirë po, derisa nuk din për nismen, derisa s'din për marrveshjen, derisa s'din se si ardhi aty, unë që bëjnë mirë të rrinë aty ku janë. Mund të kenë ata emocione për shok, për vllazën, për djem që i kanë marrë, po të flasin, të emocionuan, po le të flasin për personin që e njohin. Nuk mund të flasin për organizimin, askush tjetër sot për sot. Për poshtë njerëzve të shtabit të përgjithshëm, Rustem Berish sot që gjallë, edhe unë, duhet me hek modesti dhe unë jam. Kishte pas qenë mirë, me qenë gjallë sot, edhe Agi Mravadani e Sali Qeki, dhe po thomë do t'i çfoli, krejt diçka tjetër. Në këtë rast edhe Kudusilame është gjallë, është akteri Kudusilame ka thonë të vërtetën, sikur e tha ky doktori, Kudusilame kush do më referu, e ka thonë të vërtetën në librin e vet. Në librin e vet si njoha unë djem të UÇK-s. Dhe ashtu si një haj ka folë për të gjithë. A ka pos momente kur generali Kudusilame de facto i ka thyer edhe ligjet e luftës duke refuzuar dhëran vetëm nga Tirana? Këtë pyetje ti ma bën se din fort mirë që ka pas. Po. Prandaj ka pas. Po, Ti e di se në një farë ka qenë edhe në një farë Kudusilame mi 2 muj, tham të plot, ka qenë në një farë groshtet. Në urtë matit. E kënej nuk ka pas kontrol kush pas Kudusilamës. Dhe dihet, në ka dhonë armatim, pa dhonë kush leje. Pastaj, shokët e shtabit përgjithshëm, që kanë marrë përgjithësinë, që do të flashin pastaj ma vonë, dhe ku janë arshëtuar armatimet që gjaja po ne jep, ato veç në kënd dhone. Dhe ku janë arshëtuar armatimi i parë që e ke marrë, ky veç ne ka dhonë dytat, ne ka dhonë tretat, dhe shqyr përfundoi lufta këtu, përfundoi mirë në ushtërum, se unë besoj se Kudusilame do të zhdenua edhe në bazë të ligjit që ka pas Shqipëria, do të zhdenu për zirje. Kudusilame jo që ka thyer urdhën me armatime, Kudusilame ka hi me kon vetë në Kosovë. Kudusilame ka hi me kon vetë në Kosovë, me djem kosovar dhe me djem të vetë ushtëri shqiptare. Por jo me të gjithë, por me ata që aju ka besu. Dhe unë menoj që sot shumë pak po flitet për ato, po njerëz janë gjallë, njerëz kanë shkruar. As një analfabet se që kem shkruar ka pak. Veç tonë në farë forme shumica po e shtramojnë, po e shkrujnë si pas qefeve, jo si pas fakteve. A mendo që është bon shumë pak për djemë të Shqipërisë që kanë qenë në UÇK? Unë mendoj që për djemë të Shqipërisë o bo shumë pak, po për vetë popullin shqiptar me mikpritin që na kanë bo atjo bo shumë pak. Dhe mund të them pa kur fare hezitimi, në Shqipëri kem pas një mikpritje dhe një ndihmë më të madhe dhe sa ka herë kom një vetën, a jam unë Kosovare, më kanë një i ligë krahasim me ata që kanë bo për një, edhe pse e kuptoj që jem një kombe, një punë. Mirë po, Shqipëria ka qenë gjendje shumë katastrofë. Aq sa ka qenë nima, ata kanë pas probleme edhe me grupet. Që në konë grupet cilat kanë vranë njerëz rrugë, kanë blasqit për 1 lek. Dhe ushtari UÇK-s në Shqipëri. Dhe shpesh ndëgjoj këtu keni qenë në Shqipëri, atje jo keni pas letë. Unë e them me plot kompetencë. 10 herë ose 20 herë ka qenë më rrezikun ushtari në Shqipëri se këtu. Sepse atje ka mujtë më Shëndërric se ku do luftë, sepse në luftë ka pas një armi këtu. Mirë po, atje ka qenë rrezikun të menu që është diçka i madh dhe ka lek mu vra. I kemi në vraj lirë ku në Shevci. Nuk o vra ashtë për bindje politikë, ashtë për kështë o vra të menu që ka të holla, ka lek, sepse ku në dërgazus. Që unë mendoj që është ashtu. Dhe ti din sa djem në kanë varruhe. Mirë po, këto nuk mund t'i qitet popullit shqiptar. Sa që njerëz fatkeqësisht kanë pasur në Kosovë këtu. Edhe deri vonë për shembull po ta merrsh faktin që Serbia dërgon depesh në policinë shqiptare të asoj kohe të Sali Berishës 97-ën dhe policia Sali Berishës e arreston Femilla Drovcin, Ramush Haradinin edhe Xheven. Edhe dojnë me i kthy. Besoj që kjo është. Kjo ka qenë rasti kur vra Lohani. Kur vra Lohani. Po, që ka dashur me kthy plus edhe Lohanin ka dashur me kthy. Edhe Kufomen. Dhe ato i ka treguar Ramushi sakrificat dhe vetë se deri ku kanë detyruar Ramushin me shku. Sa mu lyn benzin vllane veten për mos më kthy. E din ata deri ku shku. Këto janë të kalueshme. Ne kem rritu, kem rri. Po tash me çse jem shliru, me çse kem bën një betejë. Qysh ka ndoshtë edhe Kufomen me kthy? Po. Spjego ma qatë. Kufomen ka ndoshtë me kthy sepse ku është vra ka lajmëruar policia që ka lajmëruar policinë shqiptare, policia jugoslave që ka pas rregulla që kanë pas, që ka pas incident të armatosur dhe është vrarë një. Po. Dhe këta janore kanë gjetur në moment ta kanë menduar që duhet drejt për drejt. Si policia që duhet tash me kthy janë incidenti ky kosovar, kështu dhe ka pas deri në mëngjes aty derisa pastaj organizu fshati, Kruma dhe kanë detyruar me dhun
me lëshu Ramushin edhe Feminë e Gjeven. Feminë e Gjeven ka lëshu pak ma heret, pastaj edhe Ramushin edhe Leonit me ju leju varrimi në Krum. Edhe pse Fehmia me Ramushin kanë qenë dytë plagosën. Po, dytë ka qenë plagosën. Mi po tash Ramushi ka najt pak ma vonë puna e vllajt që kanë pasë aty. Se Leoni ka qenë si kufom aty. To i kam në bazë të kësaj që nuk im konë në atë grupë, po në bazë të to që i di pastaj ku më lajmëru që do të më shku atje. Po kthejmë edhe këtu ku unë mendoj që shok tanë, mendoj që asnjë san nuk i zvoglan, po vetëm i rrit kur flasin për luftën me shok tjerë. Unë nuk e di pse njerëz dojnë me dalë si individ. Dhe ç'a mendojnë si individ? Se s'është bë lufta as si individ. Dhe nuk mu i kuptoj as tjetër. Ku thonë nuk e më shku në luftë se më kanë leju ky krah ose ai krah. Për mua konkretisht. Cili do të ishte dalë? Me mnal mos me hinë Kosovë do ta kisha gjujt njëjtë sikur Serbi. Edhe as i grim mos më kish dhënë. Unë nuk e kisha gjujt njeriu pse s'mendon si unë me zgjidhjet çështën e Kosovës. Pse son parti me mu. Po njeriu që mnal me hi, unë i armatosun me hi unë brenda kofinë dhe më del andaj don më mnal. Unë nuk e di, unë s'di se si kush është ai atëherë ose kush jam unë. Nëse unë jam ai luftari që du më luftu për vendin, për mua është me ndër çdo pengesë me kalu. Ose drejt vritën vet. Dhe ky arsyetim vjen poshtë. Qandra për mjekësi fizikale dhe rehabilitim banja Nëna Naile në Klokot është më e madhja dhe më moderne në rajon. Kombinimi një sër faktorësh si klima, uji termomineral që buron pranë banjës me rrjedhje të natyrshme, ushqimi organik, peloida, fizioterapit, me një staf shumë profesional mjekësor në mbikëqyrjen e doktor Enver Haxhiu janë garanci e suksesit në shërimin dhe rehabilitimin e pacientëve, respektivisht klientëve. Për më shumë informata, na kontaktoni. Tek ne do të gjeni ngrohtësi në 4 stinët e vitit. Kam një pyetje të fundit, sepse në këtë bisedë ekskluzive do lëshojmë për herë të parë në rrëfim ekskluziv të një ushtari serb që është në uniform. Po shqyqyr që du bashka mush me një herë. Ajo është dhënë të paktën ti personalisht e din që filmimet e mia janë dhënë gjithë botën, gjitha stacionet. Disa, ka pak ju ke dhënë, jo gjitha. Jo, dakord, vetëm po ata nuk kanë dhënë më shumë, vetëm s'du të jem unë shumë modest para disa kolegëve të mi që edhe i kanë vjedh filmimet e mia, ndoshta ke dëgju që Hajnin nga matronat e ka bon një aurontare, i ka morë gjitha filmimet e mia, ja ka vjedh televizionit ITN, edhe për faqen e zez, Blendi Fevziu edhe pse ka ditë që këto materiale janë të vjedhura, dëgjohet edhe zërim, kanë bo 2 orë emision opinioni me materialet filmike të mia. Do e lëshoj këtë rast, do me thonë intervistën me këtë ushtarin, por para se... Vetëm me njërin ushtara, sepse janë 2. Po, vetëm me njërin. Po, du të them, lutem ma përshkruj momentin kur kemi shku njëherë në ora 3 natës prej vjes të frontit të Babushit, që ne kemi qujtë me dashuri Babushin të Kudosilame. Qështu ndërlidh puna e ushtarit që ka thonë që se je vit frontit? Jo, ishte kështu. Ushtria shqiptare raporton, Ministria mbrojtjes shqiptare raporton që ushtria jugoslave ka hinë në Tropoj dhe ka hinë Shqipëri deri në Kuks. Dhe u bo panik? Dhe u bo panik ndërkombëtar. Ashtu. Po besa dhe panik i shumë shqiptarëve. Me generalin pelojmë në shqiptarët, se s'ke pas një, po flasë u bo ndërkombëtar, do thot u të merun edhe ata në Tiranë atje. Absolut, edhe refugjat. Po, dhe tash, fatkesisht, po thom edhe fatmirësisht, që ata kishin një Kudosilame që prap ju duf kemi e pyet, sa do i pa dëgjushëm që ish, se çka ka bot atje, se s'kan mujt marrë me këshyrë vetë kur. Se s'kan guxu kur. Larg diçka. Dhe tash, thëm drejtën në një farë mënyrë, Babushi kish menduar që o bot diçka. Edhe më thirrri drejt. Tha ku je ti ore? Thosh, këtu Mariam. Ku je? Thash, ku im konta në herët. Ma thuj, tha ku je?
saksisht e du vendin ku jetash. Unë jam front këtë farpike këtu. Ma vërteta tha. Më të vërtetu, thash dalë me t'jash me gjujt një batare e shtash për gjujt. Si o puna, në thash qetë, është mirë, është, nuk ka jemi në avancim. A ka pa, tha ndonjë të dërjë, thash po e në zbëth. Tha unë kam informacion, tha se trupat jugoslave ka një mranda. Dhe ti jemi shumë i sigurt se nuk gjendesh aty ku do të më hunë. Thash unë jam shumë i sigurt që jam këtu edhe asë një trup s'ka liu. Tha më vërtetu ato, që ti je aty ku do të. Unë tha e du në mëngjes tha një ushtar serb në zonën Rabë. Gjanë. Mos ki gjallë, thash, mos ki delë, s'ka problem. Nuk është që me ndojshë unë, se s'munda, ku ta dishë, kishë rasti me nëzonë në herë, për pos kënë duka gjenë, po. Ku, ndërko, më lajmërojnë, thanë, unë nëzu një ushtar, të dëzërtu, unë nëzu kështu. Kom raportu Rustem Berishën, thash, Rustem Berishë, thash, Rustem, mos gaboni, nuk e mdonë dojë, e dini ligjet e luftë, sepse për ligjet luftë të ashtë edhe njerë. Kom deklaru dhe atër. Një edhe me pa dashtë, sepse ofshtirë ku ty të vratë shoku me nëzonë të një serbë, ushtar dhe më dru pa vra. Kjo është e logjikshme, s'do këtë me letra, po shumë e logjikshme, sepse jenë gjende me bëshkat. Mirë po, të ditë urdhën e shtabit përgjithshëm, që ka qenë shumë rigoraz ndaj kësaj, që ke pas urdhën, mos me gabu, boksi gabime. Dhe urdhën edhe komandantit zonës, Ramush Haradinit, ne nuk kem guxu me vepru, sepse e kem ditë që kem përballë me ta. Dhe po thëmë, nuk kem vepru dhe kem zbatu urdhën dhe në kara shumë ma mirë që i kem dëgjua ta. Se ndashta sot do t'ishtë një serb ose dy të vranë, po nuk do të kishim këtë ushtri që mundet më mburë me trajtimin e rrëve të luftës. Që ndashta pak ushtri janë që i trajtojnë mirë. Po kemi probleme që po i trajtojnë vetë Amerikante. Ne i kem trajtu mirë, ata flasim, dhe i kem dërzu. Dhe, ku më thëmë biro, shkoj e marë, kam rritë, do thëtë vetëm, ati ju ka botë torturë ose dhunë, vetëm Dejo është arrestu dhe ju ka nuk pranë vetë. Dhe mo asë nisën, ajo gjallë thëmë. Jam shko komarë dhe jam blisë me njerën. Ku nisëm anaj, kemi rritë kujtojt në ora 3 natës. Edhe babushi kishtë rënë gjumë si gjithë natën rëkequ. Kujtojt ku dashtën më mdjallë aty, thash i kumalë shumë rënda, thash se ata dishë që mu do të më lëshu. I thanë ka thirë në asimi. Ku e dhe ti? Shke, thash, am këtë thash me ta prata. Tha të kom thonë me në gjesë, janë mrambje. Edhe po të kalzoj, ishte prati të edishë, dhe plasi gazi një gzim. Po babushi u këzu pa ma, sepse në atë konës, kujtojt me lejmë, kjo ushtar është i në runë me sergentin Amerikan që kishin në zonë ata gjaja në Serbi, serbt, po edhe pse kish pasin në drejtor të Maqedonisë, po të kujtojt kjo është në rrugë. Për këta ka qenë interesun vetë Wesley Clark, me boke në drejbë është, dhe e kem dërzuhe. Dhe ajo korit që më ka thonë se të tojnë ndarë kalasë më kaftu. Në gjithat e koku. Besoj se po, do ta kuptojnë serbë që do të më na thirrë ndarë për atë. Lejmë këtë që ka uroj që ti të vazhdosh më që se veç që pas ke fillu, kishë pas me na bo një ndim të madhe mas pari njerëzve që në një farë mënyrë po ana shkalon. Unë s'di për çfarë qëllimesh, po pa të drejtë, se në fundit je i vetmi reporter autentik i betejës së Kosharës. Dhe këta e dinë gjithë, dhe ata që të kanë zeli, unë mendoj që nuk duhet me të pas zeli, duhet me të kërku ndim, sepse ti këto filma në fundit për vetë si ke bo, i ke bo për një, për popull, për brezat të ashëm. Uroj që ta shlirash dorën të lëshojsh të filma, jo për të marrë, që po mënohet dikush përsi për një pjesë të saj, por në fundit për të dokumentuar diçka, dërsa ata të cilët donë zhgënin nga këta filma, le të tërheqin fjalët ose të tërë në deklarata, le të mendohen mirë si çka thonë, sepse rana i ka akoma të shkurt. E kem lexuar atëherë, është tash do të jetë gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit prej teje, po a mendon je i bindur që është momenti kur po shihet që prime time-in e televizioneve tona e kanë zonë serialet e Zel, Güzel, dhe me thonë një në bush televizionet, a mendon që pak po i kushtohet rëndësit kalumes? Unë mendoj që pak o ka kushtohet rëndësit kalumes, po unë mendoj që kjo është edhe pasojë e streseve të luftës të njerëz, sepse nuk i ka gjojnë kuraje tjetër vetëm me një farë mirë, pe gjojnë aty farë ngushëllimi emocional, sado që nuk ka të bëj me realitetin ton, po diku sepse nuk o ka afrohet diçka kvalitet. Unë mendoj që nëse në televizione afrohet diçka kvalitet, njerëzit ato as nuk do t'i këshyrin. Kur nuk kanë çka me po atë në një farë mirë po ju serviret, dhe mos të thamë drejtë, po t'ishte koha Jugosllavisë, do të kisha thonë se o ka e serviret qëllimisht për degenerim të popullit tonë. Ta këtë kohë nuk më e kuptoj sepse. Faleminderit. Pyetje e mirë për aktorët e politikës edhe për drejtuesit e mediave në Kosovë. E din ata që e marrin tatimin e televizionit shtetëror të na. E din ata se çka po na servojnë.
nuk dashtën më marrë më politik, më kanë drejtu të dytë, Nasim ka mundësi me na lidh në shtabin e përgjithshëm se ne jemi të interesuar me luftu. Unë kam lajmëruar shtabin e përgjithshëm, kam lajmëruar Azem Sylen, kam lajmëruar Xhavid Halitin, e kanë lajmëruar këta Kadri Veselin dhe është lajmëruar njëri kyç që në atë kohë të them drejtën, edhe sot më duket që i hin hak General Kudus Selami. Që po them edhe një herë, pa mbështetjen e tij, ne nuk do të ishim këta që ishim. Kurrë do të më thonë ne që pak këta si bo lufta. Lufta të ishte bëh, po them, do ta kishim pas shumë vështirë ose s'do ta kishim një koshar të realizuar këtë lloj çeke. Sepse me Kudus Selamin na ka lidh shtabi i përgjithshëm Skënder Çekun. Hysen Dreshën quajtën Besnikun dhe kam qenë unë, që kemi vizituar Shqipërinë nga Tremezja të Tropojës deri në Shishtavës të Maqedonisë, mu përcaktu qysh të 88-ën, mu përcaktu vendet, pikat e sulmit ose vendet e ushtrimeve që do t'i ushtrojnë ushtarët e UÇK-s për mu përgatit për hyrjen në front. Kur kam lajmëruar mas pari kosharën që dojnë ta mu përgatit, ta them sinqerisht shumë kanë hezituar. Bile më kanë thonë je ka merr një bar tron sa më kaluan krahun e tradhtarëve. A din si do të bëhet? Çka bën nëse ti? Atë përgjithësi e komaron. Të njoft, të beson fjalët e Agim Ramadanit, të beson fjalët e Rustem Berisht dhe të beson miratimin e Salih Çekut. Mos më kanë interesuar njerëz të tjerë. Garant që këta shok që ka thojnë mu del, jem kon unë të shtabi përgjithshëm të këta. Dhe fatmirësisht kështu ka dalë. E po, lojnat mas luftë tani u bën tjera dhe duket e din, nuk e di din të ekon, po e din, po takon përsëritni që me Rustemin e kam palon ku të spjegohet kosharja me dalë çdo të bashku me kosharin me spjegu. Jo me matrapaz kosharja që në fundin nuk e din as kur kosharja. E din rastin e vrasjes së Salih Çekut. E kemi martajen që ka tërhek. Po dallon tërhekja e martajt, dallon tërhekja e Salih Çekut me tërhekjen e Dugaxhinit Shefqet Mustafës. Pse dallon? Sepse Salih Çekun me tërhekje kanë përdorur martajen në gjendje të pit. U vras. Asnjë s'kan guxuar më shku më marr. E kanë ditë vendin fort mirë. S'kan guxuar më shku më marr. E kanë përdorur ata. Shumë mirë që e ka ditë edhe ka mujt martaja, edhe ka qenë një derdjet më të zot. Që vdish rruga o pa bukë në gojë vdish. Mirë po, a e ka ditë edhe për Shefqet Mustafën. Nuk e kanë tërhek. Pse? Pse s'ka pas kush. Martaja o lodh, jo që s'ka dashur të lodh. Dhe pas 2 javë të rresht Shefqet Mustafa, mirë po Shefqet Mustafa ku tërhek martaja ka qenë i burgosën. E kom burgosën në mënyrë nga edhe roja kanë qenë i Sofia Asiçi e Fatmiri Asiçi. Pse ka qenë i burgosën? Ka qenë i burgosën me kusht nëse dalë asnjëherë me pi alkool. E ka pranuar atë lloj. Dhe i kam thonë vetëm me këtë kusht. Vetëm ku ti je pa ndikim të alkoolit, kemi më shku me tërhek Shefqetin. Dhe rrash 8 ditë ka qenë i mbyllur, i kontrolluar mos me pi alkool, edhe s'ka pi alkool. Dhe Shefqet Mustafa tërhek. Pastaj rastet që i përmendën anë këtej, njerëz kanë ditë me çu të Agim Ramadani ku vra njerëz fillim familjen e saj. Njerëz kanë ditë me çu ku vra Salih Çeku. Është e vërtetë që generali Kudus Selami para se të mirret kazerma, fillimisht të ka dërgu ty edhe disa 3-4 luftetarë tjerë me bon si të thush një provokim të ushtarëve jugoslav? Po. Jo, generali Nena ka qenë qershor të 88-s ne kemi sulmu Gazermen. Për herë të parë. Po. Dhe sulmu nga Besnik Dresha. Ose sulmu nga Besnik, një grupioni që imkone, po Besnik Dresha. Pastaj ka qenë ky që është dëshmor sot në Rogovë që vranipi i Malës. Daud Zagraxha. Dhe sulmu me top dhe predha ku kemi hi pastaj ne kemi gjetë sulmu në 3 predha i ka pas do. Po në atë kohë fatkeqësisht ne nuk kemi pas probleme ku kemi sulmu. Kemi pas probleme edhe për ushtrisë shqiptare që s'dinin kush janë. Po kemi pas probleme edhe pe piksin papaj në atë kohë ku ishin Rustem Berisha, Fuat Ramiqi, Dreshe i Biri aty ku kanë qenë përpara. Pastaj ku hinë në luftë dhe u tërheken grupa. Është aty rasti i parë ku kemi marrë iniciativë për me mbind që jemi bashkë dhe mu bashku forcat ku jem dalë me prit grupin që tërhek nga Dugaxhini. Tahiri me kretat o komplet, jem dalë me prit që ushtar me të plagosën. Po pastaj ata nuk erdhen, ranë të unë i ma gjumë prit, u vranë edhe 3, nga qafa Gosanit pastaj në Shdjerga, u qu fjalla që edhe Ramush Radini e ka lëshu luftën. Po ku 3 ditë e pahet që nuk o ardhë, dhe s'ma mërke menë që Ramush nëse lëshon e nuk e lëshon më shku rrotët, po bjetë që dojë trup, o del o vritet.
Dhe ku e marrë dhe kom thirë Ramushin, tha jo, unë jam aty ku o vendi. Pa thonë asë një fjallë për kërkon. Ndimoni uni të ikure, ndimoni të plagosë. Dhe këta kemë. Pastaj, babushi ku e pa që këta shok, dhe e binda që këta shok nuk, Salihi, Agimi, dhe Rustemi, nuk e kanë fjallë, po kanë me të vërtet me punu, atër më kanë thonë lejen Azem Sylla, si ministri i mbrojtësisë, më ka thonë lejen me edhonë armatimin për këta, sepse ta kanë pas 32 pushkë, s'kanë pas mu. Pas ta gjithë armatimi, gjithë arsenalit që ke përgatit me hi në Gusht, në Glozhan, në Rogov, këdhej, dhe që pastaj u bo ofenziva ma dhe smujti me hi, që e zbrapë se mrapa me shtru, të gjithë këtë armatim ja ku dërzu këtyne dhe jemi dërzu edhe kemi fillu bashkë organizimin. Pastaj, për mu bindë dhe që pranojnë una, sepse këta thanë do të pranojnë una të shtabit përgjëshëm, kam thirë Bacin Jakub, atër Jakub Krasnishin, Azem Sylla, Kodësi Lama ishte arë 2-3 herë ma përpara kështë bisedu me ta, dhe Plaku Gjeladin Gashi. Dhe aty jemi marrë vesh që Koshaja pika Koshajës do të veprojnë kuadër të shtabit të përgjithshëm dhe Ndëruar teleshikus, mirë se vini në emisionin Pa Rrotlla që si zakonisht transmetohet përmes valve të radio-televizionit Kosovës çdo të martë ora 23:15 minuta dhe me ritransmetim çdo të hejte ora 12:00. Me qenë se jemi në muajin mars, me qenë se bombardimet e NATO-s kanë fillu pikërisht me datën 24 mars, beteja e Prekazit është zhvillu në mars. Unë sante kam ftu një musafir të veçantë nga rrafshi i Dugaxhinit, një luftëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, një njeri i cili ka qenë i burgosur politik, pjesëtar i ilegalës të Kosovës, por me një njeri që më lidh një diçka shumë e veçantë. Është njeriu me cilin mbas 18 vite për herë të parë e kam kalu kufirin shqiptar dhe kam hyrë në territorin e Kosovës, pra me Nasim Haradinin. Nasim, mirë se ke ardhur. Mirë se kam qenë. Për relaks kështu të teleshikuesve, më mirë do të lusja që me spjegu ti kur të kam thonë që ose plagosem para se me hy, a ma e besën që më vret, që shka qenë situata? Ajo konë një amanet i vogël, që ty me gjithë qefë ta kësha kry bilajmë, se s'kësha pasë qefë të patu e mundu. Unë e di që ti e koni burgosën, dhe gjithë ata që kanë qenë burgosën i din torturat serbe, fatkesisht i mësun edhe ata që nikon nuk dojshin me i dit, vje keq, po i mësun, sepse i përvun. Po, ajo konë një diçka që një farë mënyrë ma të e përkon ndim dhe shpetim më smëran torturat tyne, sepse atë e konë njerës barbar, njerës cilët e kanë dëshmu, që ditë bebo ato që ka njerëzimi sot veç i ka harru bota civilizume. Para se të hymë të beteja koshare, sepse pikrisht për kosharën të kam thirë sante me bisedu edhe për shumë gjona tjera, më trego momenti, ju keni hyrë në Kosovë, mëson kam informacion kur është bon beteja me 21-22 janar 88 në Prekaz, është sakt kjo? Po, kjo është sakt. Si ushtarak i veshun, kam i me 21 janar, atë natë që sulmu familje Rashajës, bashku me tani dëshmor, Muj Krasnishin, Kapuqin, Mergimin, Ilir Konushevcin, Gjabir Zharkun, Recep Selimin, Lej Ibrahimin, e një grup tjerë me Qerim Kelmendin dhe një djallë të Vranocit që ka jasnak nëse dikon tjetër. Po kemë qenë një grup e vogël, ka qenë Bore Madhe, po ajo konë rasti parë, ndërsa saj përket lëvizjes temen kuptimin e angazhimit, se ushtrak është që 96-ën në zbashku me i angazhun nga Jashar Salihu, atër Edi ishte në Shqipëri në atë kohë, Gjavit Haliti, shto që anë e një vetën që e hëjmë konë, ka bëllë kontributin tamë, sa do të vogële, po modest që kam. Edhe gjithmonë keni qenë në koordinim po ashtu edhe me Ramushin, Ramush Haradinin? Po, me Ramushin kam qenë koordinim, se me Ramushin jemi njerëz familjar, nërsa sa përket vërmëtarisht Ramushin, ne me Ramushin e kemi zbashku qenë nga 90-91, kur Ramushin ka qenë në Suedi dhe atër Ramush është majri, se unë ka qenë me mosh, mirë po Ramush që atër është e angazhun,
ku pastaj e kam dërguar në Zvicër dhe është angazhuar atje në radhë televizës, sepse atëherë ishte televizja që nisi këtë kuptim që njësitë para ushtarake do thotë për më përgatit për këtu ku jemi sot, siç e dini ti. Thuhet për Luanin, i cili është vrarë në tentimin e Femilla Druvcit, të Gjeves, Tramushit. Ti ke posë rastin me nej me Luanin me kalu kufin, thuhet që ka qenë njëri shumë i veçantë. Luani ka qenë njëri shumë i veçantë sepse ka dalluar për gjithë djemve tjerë, sidomos ne Haradina, që ka qenë një njeri për i natyrës shumë i qetë, shumë i rrep, në kuptim sot ka befasu me qëndrimin dhe vendimet e tij të rrepta në rast nevoje, ndërsa nga natyra ka qenë person i qetë, person i dashur dhe shumë i afërt. Ka rënë ndonjëherë me bisedu për mënyrën se si është vrarë, se si do me thonë Ramushi ka tërheq 4-5 orë trupin e tij të vdekur në mbi kurrez. Jo, që më ka me bisedu, po me lejmë në ku ka ndodhur rasti i vrasjes së Leonit, mund kanë raportuar nga Shqipëria se Ramushi nuk është ka dhënë më kthy dhe është plagos e Ramushit, se aty përpos që vrarë Leoni, është plagos dhe Ramushi. Edhe Femilla Druvci. Dhe femia edhe ky Rafet Raguna, mirë, po mu thash mu më lajmëruan për Ramushin, sidomos familja e tij janë më lajmëruan dhe më lajmëruan shokët prej Tiranës, ka qenë mund ka lajmëruar atëherë Magjupi, Shabamu, ja, sepse atëherë ishte lajmëroi dhe unë kam qenë në studi në Budën, ti e din, dhe vetëm prej studi marr në Kopenhag gati i ka 2000 kilometra. Dhe Ramushi nuk do të më kthye dhe në nxerra biletën fola me familjen e Bilelajmin e parë për vdekjen e Leonit familjes Batsimil, ja kam dhënë unë. Më vërtetu që është ashtu sepse u qun shumë fjalë, jo, kështu janë protesta, janë ne. Dhe kur kam rrinë në Kopenhag, atëherë më ka thonë Ramushi që po kthehena, sepse unë dashur të më shku atje me Ramushin ose me Is bashku, me to desha me lon vetëm. Kështu që kur vra Leoni, unë kam shumë ngjarje në kuptim masi është vrah, po jo grupi kur nis se nuk kam pas dije për ato, sepse unë jam kon angazhuar në studi dhe ato janë kon pak a shumë edhe sekretet e grupit kur nis për birujt sa do kudo rasti siç ndodhi. Ke qenë njëri shumë i afërt me Ramizalin. Po. Unë personalisht e kam takuar njëri, kam bërë intervistë. A ka qenë me miratimin e Ramizalis? Në komandën e zonës operative të Dugagjinit. Që do të takoj, brigada do të takoj zonës operative të Dugagjinit me komandant Ramush Haradinin, por normal se ku gjitha zona në kuadër të shtabit të përgjithshëm. Është vërtet, e kam lexuar edhe librin e Gregor Jurišević, mjekut të Australisë me origjinë nga Slovenia. Po ta lexosh me vëmendje atë libër, flet për një heroizëm të jashtëzakonshëm të ushtarëve, por sa i përket pjesës të komandantëve edhe në Koshar, edhe tek aksioni Shigjeta, që dhe aty janë bën 1 milion rana spekulime. Kemë qenë vetë, kemë vizitu. Po, kujtoj intervistën ku ke marrë komandant Fatmirin. Unë nëse don ti me fol mos më takon njëherë sepse ju kam premtu të leshikues dhe njerëzve në momentin që jam i gatshëm me thotë vërtetën 100% i qes filmat edhe flas. Unë jam i gatshëm. Okej, nëse i gatshëm. Po, a mendon që ka të drejtë Gregori kur thotë që shumica, pjesa dërmuese e komandantëve thotë që folin sot për luftë ato, në fakt i kanë lënë ushtarët e vrame, i kanë lënë front vetën. Po ai ka qenë aty, ai ka po, i ki po edhe ti bilajm. Dhe thash edhe një herë, ata që të folë sot për Kosharën janë pikërisht ata, dhe ai ka po vetë. Dhe kush ja dha atë kompetencë me folë. Nuk i them kërkuj mos me folë për pjesën e vetë që do. Le ta folë pjesën e vetë ashtu që ka po ai, unë jam dakord. Sepse asnes ke mujtë me pa çdo pjesë dhe çdo vend. Mirë po, derisa nuk din për nismen, derisa s'din për marrveshjen, derisa s'din se si ardhi aty, unë që bëjnë mirë të rrinë aty ku janë. Mund të kenë ata emocione për shok, për vllazën, për djem që kanë marrë, po të flasin të emocionuar, po le të flasin për personin që e njohin. Nuk mund të flasin për organizimin, askush tjetër sot për sot. Për poshtë njerëzve të shtabit të përgjithshëm, Rustem Berish sot që gjallë, edhe unë. Duhet me hek modesti dhe unë jam. Kishte pas qenë mirë me qenë gjallë sot edhe Agi Mramadani e Saliqeki dhe po thomë do t'i shfoli krejt diçka tjetër. Në këtë rast edhe Kudusilame është gjallë, është akteri kryesor. Kudusilame ka thonë të vërtetën, sikur e tha ky doktori, Kudusilame kush do më referu, e ka thonë të vërtetën në librin e vet. Në librin e vet si njoha unë ndjem të uçikes.
Dhe ashtu si një haj ka folë për të gjithë. A ka pos momente kur generali Kudusilame de facto i ka thyer edhe ligjet e luftës duke refuzuar urdhran vetëm nga Tirana? Këtë pyetje ti ma bën se din fort mirë që ka pas. Po. Prandaj ka pas. Ti e di se në një farë ka qenë edhe në një farë Kudusilame mi 2 muj, tham të pilot, ka qenë në një farë groshtet. Në urtë matit. E kënej nuk ka pas kontrol kush pas Kudusilamës. Dhe dihet, në ka dhonë armatim, pa dhonë kush leje. Pastaj, shokët e shtabit përgjithshëm, që kanë marrë përgjithësinë, që do të flashin pastaj ma vonë, dhe ku janë arsyetu armatimet që gjaja po ne jep, ato veç në kënd dhone. Dhe ku janë arsyetu armatimi i parë që e ke marrë, ky veç ne ka dhënë dytat, ne ka dhënë tretat, dhe shqyr përfundoi lufta këtu, përfundoi mirë në ushtrirum, se unë besoj se Kudusilame do të zhdenua edhe në bazë të ligjit që ka pas Shqipëria, do të zhdenu për zirje. Kudusilame jo që ka thyer urdhën me armatime me asaj. Kudusilame ka hyrë me kon vetë në Kosovë. Kudusilame ka hyrë me kon vetë në Kosovë, me djem kosovar dhe me djem të vet ushtri shqiptare. Por jo me të gjithë, por me ata që ai u ka besuar. Dhe unë mendoj që sot shumë pak po flitet për ato, po njerëzit janë gjallë, njerëzit kanë shkruar. As një analfabet se kështu që kem shkruar ka pa. Vështon në farë forme shumica po e shtramojnë, po e shkruajnë sipas shefeve, jo sipas fakteve. A mendo që është bën shumë pak për djemtë të Shqipërisë që kanë qenë që kë? Unë mendoj që për djemtë të Shqipërisë bën shumë pak, po për vetë popullin shqiptar me mikpritin që na kanë bërë atjo bën shumë pak. Dhe mund të them pa kur fare hezitimi, në Shqipëri kem pas një mikpritje dhe një ndihmë më të madhe dhe sa ka herë kom një veten, a jam unë Kosovare, më kanë një i ligë krahasim me ata që ka kanë bërë për ne, edhe pse e kuptoj që jem një kombe, një punë. Mirë po, Shqipëria ka qenë gjendje shumë katastrofë. Aq sa ka qenë nima, ata kanë pas probleme edhe me grupet. Që në konë grupet që cilat kanë vranë njerëz rrugë, kanë blasqit për 1 lek. Dhe ushtari ushqikesh në Shqipëri. Dhe shpesh ndëgjoj këtu keni qenë në Shqipëri, aty jo keni pas lek. Unë e them me plot kompetencë. 10 herë ose 20 herë ka qenë më i rrezikshëm ushtari në Shqipëri se këtu. Sepse atje ka mujtë më shëndërlitë se ku do luftë, sepse në luftë ka pas një armi këtu. Mirë po, atje ka qenë rrezikun të mendu që është diçka i madh dhe ka lek më vra. I kemi ana vraj lirë konë shefci. Nuk vra as për bindje politik, as për kështu. O vra të mendu që ka të holla, ka lek sepse ku ndërgazos. Që unë mendoj që është ashtu. Dhe ti din sa djem na kanë varruar. Mirë po, këto nuk mund të qitet populli shqiptar. Sa se njerëz fatkeqësisht kanë pasur në Kosovë këtu. Edhe deri vonë për shembull po ta merrsh faktin që Serbia dërgon depesh në policinë shqiptare të asoj kohe të Sali Berishës 97-ën dhe policia Sali Berishës e arreston Femilla Drovcin, Ramush Haradinin edhe Xheven. Edhe dojnë me i kthy. Besoj që kjo është. Kjo ka qenë rasti kur vra Lohani. Kur vra Lohani. Po, që ka dashur me kthy plus edhe Lohanin ka dashur me kthy. Edhe Kufomen. Dhe ato i ka treguar Ramushi sakrificat dhe vetë se deri ku kanë detyruar Ramushin me shku. Sa mu lyn benzin vllane veten për mos më kthy. E din ata deri ku shku. Kto janë të kalueshme, ne kem rri, tu kem rri. Po tash me çse jem shliru, me çse kem bën një betejë. Qysh ka ndoshtë edhe Kufomen me kthy? Po. Shpjego ma qatë. Po Kufomen ka ndoshtë me kthy sepse ku është vra ka lajmëruar policia që ka lajmëruar policinë shqiptare, policia jugoslave që ka rregulla që kanë pas, që ka pas incident të armatosur dhe është vrarë një. Po. Dhe këta janore kanë gjetur në moment ta kanë menduar që duhet drejt për drejt. Si policia që duhet tash me kthy anë incidenti ky kosovar, kështu dhe ka pas deri në mëngjes aty derisa pastaj organizu fshati, Kruma dhe kanë detyruar me dhun në lshu Ramushin edhe Feminë Xheven. Feminë Xheven, pastaj Feminë Xheven kanë çu pak më herët, pastaj edhe Ramushin edhe Leonit me leju varrimi në Krum. Edhe pse Femia me Ramushin kanë qenë dy të plagosur. Po, dy të kanë qenë plagosur. Mi po tash Ramushi ka nejt pak më vonë puna e vllajt që kanë pasur aty. Se Leoni ka qenë si kufom aty. To i kam në bazë të kësaj që unë nuk im konë në atë grupë, po në bazë të to që i di pastaj ku më lajmëruan që do të më shku atje. Po kthehem edhe herë këtu ku unë mendoj që shokët tanë mendoj që asnjë san nuk i zvoglan, po vetëm i rrit kur flasin për luftën me shokë tjerë. Unë nuk e di pse njerëz doin me dalë si individ. Dhe çfarë mendojnë si individ? Se s'është bë lufta as si individ. Dhe
Nuk mu I kuptoj as tjertë, ku thonë nuk e më shku në luftë se më kanë leju kjo krah ose ai krah. Për mu konkretisht. Cili do të ishte dalë? Me mnalë mos me hinë Kosovë do ta kisha gjujt njëjtë sikur Serbi. Edhe asë si grim mu s'më kishë dhejtë. Unë nuk është kisha gjujt njeriun pëse s'mendon si unë me zgjidhë çështjen e Kosovës. Pse son parti me mu. Por njeriun që mnalë me hi, unë I armatosin, me hi unë mbranda kofinë dhe më del andaj don më mnalë, unë nuk e di, unë s'di se si kush është ai atëherë, ose kush jam unë. Nëse unë jam ai luftari që du më luftu për vendin, për mu është me ndër çdo pengesë me kalu. Ose dhe të vritën dhe. Dhe kjo arshëtim vjen poshtë. Qendra për mjekësi fizikale dhe rehabilitim Banja Nëna Naile në Klokot është më e madhja dhe më moderne në rajon. Kombinimi një sër faktorësh si klima, uji termomineral që buron pranë banjës me rrjedhje të natyrshme, ushqimi organik, peloida, fizioterapit, me një staf shumë profesional mjekësor në mbikëqyrjen e doktor Enver Haxhiu janë garanci e suksesit në shërimin dhe rehabilitimin e pacientëve, respektivisht klientëve. Për më shumë informata, na kontaktoni. Tek ne do të gjeni ngrohtësi në 4 stinët e vitit. Kam një pyetje të fundit, sepse në këtë bisedë ekskluzive do lëshojmë për herë të parë në rrëfim ekskluziv të një ushtari serb që është në uniform. Po shqyqyr që du bashka mush me një herë. Ajo është dhënë të paktën ti personalisht të din që filmimet e mia janë dhënë gjithë botën, gjitha stacionet. Ka pak ju ke dhënë, jo të gjitha. Jo, dakord, vetëm po ata nuk kanë dhënë më shumë, vetëm s'du të jem unë shumë modest para disa kolegëve të mi që edhe I kanë vjedh filmimet e mia, ndoshta ke dëgju që Hajnin nga matronat e ka bën një aurontare, I ka marrë gjitha filmimet e mia, ja ka vjedh televizionit ITN, edhe për faqen e zez, Blendi Fevziu edhe pse ka ditë që këto materiale janë të vjedhura, dëgjohet edhe zërim, kanë bë 2 orë emision opinioni me materialet filmike të mia. Do e lëshoj këtë rast, do me thonë intervistën me këtë ushtarin, por para se vetëm me njërin ushtara, sepse janë 2. Po, vetëm me njërin. Po du të them, lutem ma përshkruaj momentin kur kemi shku njëherë në ora 3 natës prej vjes të frontit të babushit, që ne kemi qujtë me dashuri babushin të Kudosilame. Që shumë ndërlidh puna e ushtarit që ka thonë që se je vit frontit? Jo, ishte kështu. Ushtria shqiptare raporton, ministria mbrojtjes shqiptare raporton që ushtria jugoslave ka hinë në Tropoj dhe ka hinë në Shqipëri deri në Kuks. Dhe u bo panik? Dhe u bo panik ndërkombëtar. Ashtu. Po besa dhe panik I shumë shqiptarëve. Me generalin pelojmë në shqiptarët, se s'ke pas një, po flasë u bo ndërkombëtar, do thot u të merun edhe ata në Tiranë atje. Absolut, edhe refugjat. Po, dhe tash, fatkesisht, po thom edhe fatmirësisht, që ata kishin një Kudosilame që prap ju duf kemi e pyet, sa do I pa dëgjushëm që ish, se çka ka bot atje, se s'kan mujt marrë me këqyr vetë kurrë. Se s'kan guxu kurrë. Larg diçka. Dhe tash, thëm drejtën në një farë mënyrë, babushi kish menduar që o bë diçka. Edhe më thirrri drejt. Tha ku je ti ore? Thosh, tu Mariam. Ku je? Thash, ku im konta në herët. Ma thuj, tha ku je? Saksisht e du vendin ku je, thash. Unë jam front këtë farpike këtu. Ma vërteta, tha. Më të vërtetu, thash, dalë me t'jash me gjujt një batore, shtash për gjujt. Si o puna, në thash, qetë është, mirë është, nuk ka jemi në avancim. A ka pas ndonjë të dërgjë, thash, po e zbëth. Tha, unë kam informacion, tha, se trupat jugoslave kanë një mrenda. Dhe ti jemi shumë I sigurt se nuk gjendesh aty ku do të më. Thash, unë jam shumë I sigurt që jam këtu edhe asnjë trup s'ka liu. Tha, më vërtetu ato, që ti je aty ku do të. Unë tha e du në mëngjes tha një ushtar serb në zonën Rob. Gjallë. Mos ki gjallë, thash, mos ki del, s'ka problem. Nuk është që me ndojshë unë se s'munda, ku ta dishe, kisha rasti me nëzonë në herë, për pos kënë duka gjenë, po. Ku
Ndërkohë, më lajmërojnë. Grupet e para kur kanë shku me ushtru në Shqipëri, në kohën kur ai ishte president. Kjo është ajo që mu mundon më shumë të për njerëzve. Ne, Ramiz Alia ka pjesë të veta dhe njerëz dhe të jasin veçantë për se në pjesë që ai ka takon e epokën që i takon. Por unë frigona shumë dhe kuptim se kjo do të shkoj keq derisa ne s'marrim guxim të folim të drejtën. Aty ku ne njohim grupin Ramiz Alin, Spari, e njohim si grupi ka qenë grupi i pajtimit Gjaçëv, grupi i rinis që ka marrë iniciativën me shku me bisedu me ta. Dhe sot shok që në qeveri, nuk di se shka i brëngosta me pranu. Ramiz Alia, ju vjen marrë. ka qka u vjen marrë, nuk është marrë, s'është për marrë, nuk kanë kriju turp, le të vjen këtyne marrë. Nështë këta kanë punu për Ramizin e ta që vjen marrë. Niko, ata që kanë dërgjegjet smut, dhe ata që s'kanë dërgjegjet post, ata s'gucojmë për me në rastet. Unë ndi krenari që kanë Për mua është krenarit një president Shqipërisë pak është sukur të mos ta kene emrin si do koto. Një president Shqipërisë që e kem dashur për atë Shqipëri dhe që do të dojnë. Dhe këta që janë sot liderë edhe ta duhet me ditë që i don dikush për Kosovën, jo për ta personalisht. Kush do qoftë. Këta duhet me pas gjithë qartë. E dyta, Ramiz Alia, me gjitha të këqija që këta po ja dikan. E ka një të mirë, ose ka shumë të mira. Po një që është e vetmja dhe që s'ka pas guxim kërkush në kohë me u. Është aprovimi Ramiz Alis i grupeve kosovare për ushtrim, luftë ushtarak dhe përgatitje ushtarake për luftën e Kosovës. Këta s'mund t'ja mohon kërkush, ndërsa këta ja mohojnë vetëm ata që kanë ndërgjegje të turpshme ose s'guxojnë me përmend, e din ata pse s'guxojnë me përmend. Ose që kanë qenë kundër këtyre grupeve? Kanë mujtë me qenë, po derisa nuk guxojnë me përmend këtë fakt, unë mendoj që kanë diçka. E din ata, është të mirë aty në ta sqarojnë pse. Por mos mendojnë që mundën me mohojmë sheft, se në fundit kjo ka ndodhur. E ke vrejt tash lufta që po bëhet lufta publike, mediale, edhe brenda parlamentit, për shembull kundër Kadri Veselit, Shikut, po ti merresh edhe ti verifikosh ti futesh në një rentgen, këta njerëz janë krejt njerëz që kanë punu për Shikun. Po unë nuk di për të flasë për të folin për Shikun edhe për Kadri Veselin, për ta që i kanë përmend, këta spaj duhet ta pranojnë që kanë shok. Unë me mburë thom sot që kam shok Kadri Veselin, kam shok Gjavit Halitin, kam shok Asem Sylen, kuptim shok unë jam moshë re me Azemi të Poqes që kuha burgosjet, pastaj lëvizjet tona ne na kanë bërë edhe kolegë, përpas mosha ndryshme ne me kolegë, ti din, ne jemi kolegë me shumë mosha më të vjetra, sepse unë ti natë kur ne jemi burgos, ne jemi por moshë 17 vjeçare. Dhe deshëm, në dhunshëm, jemi bo shok. Përpas ideale që na kanë lidhë edhe vujtjet e përbashkëta dhe qëllimet e përbashkëta, që kanë shpresuar që do të jetë gjithmonë përbashkëta, edhe pse në faqe nuk po del ashtu. Çfarë roli ke pas në kodër të shtabit të QK-s, para se të kalojmë në Koshare? Sepse shumë spekullu rreth Koshares, shumë janë bërë devijime, mashtrime, dezinformata. E ki ti këtë mendim? E din pse? Unë edhe kështu. Deri sot gjithmonë për Kosharën ose për një diçka, flet njeriu që nuk ka kompetencë, nuk din asgjë, ose që rastisht ka qelluar aty dhe botën e sheh vetëm për prizmës që ai ka pasur, se din as nisjen, as qellimin, as fundin, po që ka arë si ushtar dhe flasin njerëz pa kompetencë për Kosharën, Kosharja gjithmonë ka medalje zbet. Sa do që ata po mendojnë që është fol për Kosharën shumë. Thjesht thëm, ti që ke qenë në Kosharë, ti shikon aktiv, ti që shikon kamera vetëm me lejunë me shku atje ku ti ke shku, ku asnjë s'kam rrinë me shku. Dhe ato filmime tjera që ata më tregojnë janë filmime që gjetë ti unë ata vëna. Janë filmime që kanë bërë grupacione me kaduqësh po luftojnë dhe kanë shpraz fyshek nar, pa gjujt në armikun. Kanë luajtur role, bile dyshoj ka që edhe si kanë kryer as në atë kohë. Mirë po i një personat. Atë kanë thirrë në herë ty për ndonjë filmim origjinal që ti ke bërë. Atë kanë thirrë në herë në një tubim të Kosharës që bë. Unë 3 herë shtash në fund që kom shku me zart. E man akademinë për Kosharën ku bën para një herë në Prishtinë. E ki parë rolet e njerëzve që janë cek. Më kanë kaluar shkarazi. Thom, emrin si ma ka përmend ata historianë që folin për Kosharën, emrin jam sa përmend dhe meritojnë mushkat e Shqipërisë aq kontribut kanë bërë. Qëllimin e din ata. Ndërgjegjen e vranë kanë ata. Kosharën nuk mundi përvetson kërkush dhe nuk përfiton kërkush edhe nëse ka atë mundësi me përvetsu, sepse del Kosharja vogël. Nëse del Kosharja jemi, ajoti, ati, Kosharja shumë e vogël atë. Kosharja takon djemve që kanë vdek, Kosharja takon djemve që janë plagos, Kosharja takon djemve që kanë konë bashkë luftar tyne, dhe Kosharja takon të gjithë ati brezi që sot e gëzojnë ata. Dhe unë kështu mendoj që Kosharja më dhe. Me të gjitha këtert, me kuzhinierin, dhe po thëmë edhe njerë, pa mundu me vulgarizu, dhe në kontributin e vetë kafshve
të angazhuar në luftë, që kem pas që kanë bajt municionin në shpinën e tyne, herë pa ngron, i herë ka 3 ditë, 4 ditë në këta të lanë edhe atje ku jenë vradhen e për rekushetet. Qysh është bon piknisja e Kosharës? Çfarë informacioni ti jep për shembull? Kur bën thyrja e Kosharës? Po unë duhet me thy këtë rregull edhe pse unë Rostem Berisha, po i pari e ka thyrë Rostemi, sepse ne e kem pa vendosur nëse bisedojmë me Kosharën masi u vra Agimi dhe Salih Çeki, sepse vetëm këta kanë mujtë me fol. Agimi, Salihi, Rostemi dhe unë, sepse ne jemi ata të cilët kemë vendosur me bukit pikë. Secili me sakrificën e vet të rrezikuar nga shokët e vet. Unë ku kam thonë që do të bashkëpunoj, ku mu ka dorëzu, ku mu kanë lajmëru, Agim Ramadani dhe Rostem Berisha, si janë të interesuar mu lidh me luftën, pasikjes që u bën një kohë e kalshu unikën, dhe pas dezertimeve që u bën në Dugagjen. Këta djem patën e pava, patën qefin mu kthy në luftë, nuk ishte që ishin dalë be qef. Sa do që janë arsyetuar me ikjet e popullatës ashtu, po dihet komandanti i unikut ka qenë Aziz Huseni dhe Aziz Huseni ku ka dhënë urdhën, këta janë dalë 3 ditë, 4 ditë përpara. Mi po qëllimi i tyre ishte lufta.